janë vrarë dikon 184 qytetarë, pe tyne ka qenë 14 musafer, do thotë kanë qenë qytetarë që kanë gjetë strehem në fshatrat e komunës Lipjanit. Nuk kanë qenë nga Lipjani. Nuk kanë qenë nga Lipjani, gjatë kohës kur janë bërë masakrat, vrasjet kanë qenë teritorin e komunës Lipjanit, ndërsa ka ndodhur 3 masakra. Do thotë në komunën e Lipjanit ka ndodhur masakra e Sllovis me 16 prill, ku janë vrarë 45 civil, ka ndodhur masakra e Ribarit të vogël, ku janë vrarë 25 civil, edhe ka ndodhur masakra e Hallaqit vogël, ku janë vrarë 20 civil. Megjithatë, edhe në vendbanime tjera, do thotë ka pas kur janë bërë vrasje, mu më kujtohet 30 mas fillimit bombardimeve, me 27-8 mars të vitit 1998, përderisa na dilshmin në kodrën për të parë se si po sulmohen caqet serbe nga NATO-ja, kemi ndëgju që nga do fshatra serbe, quhet babushi serbëve një vendbanim, na kanë gjujtur me mbi 11 granata, sepse na nga gëzimi nuk e dishëm që serbët kanë guxim më na gjuh me granata për një dikon distanca aerore irake 4-5 kilometra. Pra kanë sulmuar ata, na sulmonin, po. Edhe ne ishëm në kodrë, ndezgjëm zjarre, u gëzonim natës që po bombardon, kur po vinë granatat mbi ne, na po kujtojmë që janë granata Tomahawk apo të NATO-s, kur fillun ato po vinë aty ku ishëm na. Fillum tikum, po fatkeqësisht atë natë 5 civil të fshatit Babushi Muhaxherve psun nga një granatë e tillë, pe tyne një fëmijë 6-17 vjeçar, Artan e ka pas Artan Sulejmani, një djalë është 6-17 vjeçar, është u vrarë në vend, edhe një plak dikon 65 vjeçar, edhe